Jemi në këto ambiente ku po zhvillohet Forumi Shqiptar i Udhëheqjes 2026. Dua të theksoj se ky forum ka si qëllim pajisjen e drejtuesve të krishterë ungjillor shqiptar dhe i ftuar është Alessio Sema, antar bordi i këtij forumi. Përshëndetje Alessio, faleminderit për kohën tënde. Faleminderit Enela, është kënaqësi që të jemi së bashku. Kënaqësi edhe për mua, si është për ty kjo eksperiencë të jesh pjesë e Forumit Shqiptar të Udhëheqjes? Është vërtet një privilegj i madh për mua që të jem pjesë e grupit drejtues të Forumit Shqiptar të Udhëheqësisë. Ky në fakt është viti i 7 që ne po zhvillojmë Forumin Shqiptar të Udhëheqësisë. Më kujtohet forumi i parë fare, ku ishin mbledhur të shumë drejtues nga Shqipëria dhe Kosova dhe në fakt po drejtoja adhurimin dhe po reflektoja mbi gjithë këto vite që kemi qenë duke bërë forumin, ndryshimet dhe se sa shumë njerëzit po lidhen dhe po gjejnë mënyra të reja për të bashkëpunuar për ungjillin e Krishtit në Shqipëri. Sa bekim është. Cilat janë disa nga përgjegjësitë tuaja si bord për mbarvajtjen e këtij forumi? Po, ne kemi një bord prej disa antarësh nga Shqipëria dhe nga Kosova. Ne takohemi shpesh herë së bashku, fizikisht por dhe online dhe qëllimi ynë është që të bëjmë sa më të lehtë procesin për forumin e vitit që vjen, gjithmonë. Analizojmë se si ka shkuar forumi, shikojmë për mënyra të reja bashkëpunimi me partnerë të ndryshëm, mundohemi të sjellim folës të një kategorie sa më të lartë që të jenë bekim për drejtuesit në Shqipëri, Kosovë dhe nga kudo që ato vinë. Këto janë disa nga përgjegjësitë tona më kryesore. Më konkretisht, çfarë mendoni se e bën që të realizohet me sukses në fakt çdo vit këto forum? Një nga gjërat që unë mendoj që është çelësi kryesor i Forumit Shqiptar të Udhëheqësisë është networku. Pra, ne mund vim për arsye nga më të ndryshmet në këtë forum, por njerëzit vinë në forum për arsye sepse duan të jenë pjesë e një grupi kur ne ndajmë qëllime të njëjta, shërbesa të njëjta me njëri tjetrin. Për shembull, rrjeti i shërbesës së fëmijëve mbledh ato të cilët shërbejnë me fëmijët në Shqipëri dhe në Kosovë, ose rrjeti i politikës dhe shoqërisë mbledh persona të cilët kanë ndikim në politikë dhe në shoqëri. Dhe kështu janë rreth 10 networke ose rrjete të ndryshme. Mendoj që ky është çelësi dhe arsyeja pse njerëzit vazhdojnë të vinë vit pas viti, drejtuesit vazhdojnë të vinë vit pas viti në Forumin Shqiptar të Udhëheqësisë. Po, pra si mendoni sa e rëndësishme është puna në ekip, uniteti në mbarvajtjen e këtij forumi në një organizim të tillë? Në qoftë se ne nuk do të ishim në unitet, në qoftë se ne nuk do të ishim në të njëjtën mendje dhe në qoftë se ne nuk do të donim që të shikonim drejtuesit shqiptar për të pajisur për shërbeset që ato bëjnë, nuk mendoj që do të kishim sukses në këtë iniciativë që kemi. Pra, qëllimi ynë është që të jemi në unitet dhe të kemi ndikim në mbar kombin ton. Tashmë jo vetëm Shqipërinë, Kosovë, po dhe më larg se sa kaq, pasi këtu në forum jam duke takuar gjithashtu shqiptarë të cilët jetojnë në shtete të ndryshme si në Angli e tjerë dhe janë duke shërbyer atje. Dhe është një vend, një pikë takim shumë i këndshëm për gjithë ne si drejtues. Alessio, si do ta përkufizoje udhëheqjen e vërtet në kohët ku po jetojmë në shoqërinë e sotme? Udhëheqja e vërtet në kohët e sotme, por jo vetëm, mendoj që lidhet shumë mirë me Gjonin kapitullin 15 ku Krishti thot që ai është hardhia, por ne jemi dhe degët. Që do të thotë që ne duhet të qëndrojmë të thelluar dhe të qëndrojmë gjithmonë pranë Krishtit. Do të kemi një marrëdhënie me të dhe duke mësuar dhe duke studiuar nëpërmjet fjalës, duke studiuar fjalën e Perëndisë, duke parë si Krishti drejtoi, ashtu do të jemi edhe ne, duke imituar shembullin më të mirë që kemi të një udhëheqësi. Po, për te kësaj, do të kishe një këshill për ata të rinj të krishterë që janë duke u zhvilluar si udhëheqës? Bota sot na prezanton udhëheqës të niveleve të ndryshëm. Por si të krishterë, unë mendoj që ne do të jemi udhëheqës shpirtëror. Kjo është forma dhe autoriteti më i lartë i udhëheqësisë. Dhe sërish do doja të thoja që Krishti është shembulli ynë më perfekt. Ti mund të jesh një biznesmen i ardhshëm si drejtues, mund të jesh ndoshta një politikan, por Krishti na jep shembujt më të mirë dhe na jep këshillat më të mira nëpërmjet fjalës së tij që ne të jemi të suksesshëm si udhëheqës. Vetë personalisht edhe duke qenë pjesëmarrëse në forumet e kaluara, ke marrë diçka nga forumet që ka ndikuar, ka lënë gjurmë tek ti? Po, sigurisht. Një nga gjërat që kujtoj shpesh herë ndërsa vi në forum, e lidh shpesh me një pasazh biblik, në fakt, me Lukën kapitullin 5, kur Krishti thot dishenjve që të shkojnë të hedhin rrjetat, dhe një natë më përpara ato nuk ishin
kapur asgjë, nuk kishin kap asnjë peshk në fakt. Por ato ju bindën zërit të Krishtit dhe ajo që ndodhi ishte që kapën aq shumë peshk sa që kishin nevojë që të rrisnin miqtë e tjerë nga barkat e tjera për të kapur të gjithë ato që Jezusi siguroi, le të themi, në atë moment për të kapur gjithë peshkun. Dhe ajo që më kujton ky pasazh është gjithmonë që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Ne nuk jemi të thirrur që të shërbejmë vetëm, por ne jemi të thirrur të shërbejmë Krishtit, të bindemi së pari zërit të tij, por të vim së bashku për të shërbyer atij. Dhe Forumi Shqiptar i Udhëheqësisë më kujton gjithmonë mundësinë e mrekullueshme që ne kemi që ndërsa Perëndia dhe Jezusi na ka thirrur që ne të shërbejmë atij, ne kemi gjithashtu nevojë edhe për njëri tjetrin dhe të shërbejmë të gjithë së bashku. Ke një lutje në zemër për forumin, për vazhdimsinë e këtij forumi? Lutja ime është që Perëndia do vazhdoj ta përdori Forumin Shqiptar të Udhëheqësisë, duke sjellur njerëz të ndryshëm, të cilët do të inkurajojnë drejtuesit në Shqipëri dhe që ky grup një ditë do të jetë gjithashtu një grup që dërgohet ndoshta në një komb tjetër për të inkurajuar drejtues të tjerë. Edhe që brezi i ri në Shqipëri do të marrë kurajon për të qenë drejtues sipas zemrës së Perëndisë. Po. Lavdi Zotit. Alecio, faleminderit për këtë intervistë, për kohën tënde. Shumë faleminderit, Zoti ju bekoft. Suksese dhe bekime. Faleminderit, bekime dhe ju.